Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Kosovës nga data 2 qershor do të hapë aplikimin për pranimin e kadetëve në Akademinë Ushtarake. Përveç që kadetët mund të aplikojnë në Akademinë Ushtarake Qendra për Studime Universitare në Kosovë, ata mund të aplikojnë edhe në Turqi, Shqipëri, Kroaci dhe në Maqedoninë e Veriut. Zëdhënësia e Ministrisë së Mbrojtjes Liridona Gashi tha se kadetët që aplikojnë në këto shtete do të jenë në fusha të ndryshme. Drejtimet do të jenë të shumta. Në Akademinë Ushtarake të Turqisë do të kenë mundësi që të aplikojnë për Akademinë Ushtarake Toksore apo mjekësore. Në Maqedoninë e Veriut do të kenë pashtu mundësi aplikimi në disa drejtime. Pastaj në të Shqipërisë në shkenca kompjuterike, në teknologji informative, në marrëdhënie ndërkombëtare si dhe studime në shkenca ushtarake. Ndërsa në Republikën e Kroacisë do të kenë drejtimin lidership dhe menaxhmenti ushtarak. Gjithnjë sipas zëdhënëses Gashi ekzistojnë disa kritere që të rinjt e moshës nga 18 deri në 22 vjeç duhet të përmbushin për aplikim. Janë disa kritere të cilat të rinjt e interesuar duhet të plotësojnë. Fillimisht duhet të jenë të shtetas të Republikës së Kosovës, pastaj duhet të kenë moshën 18 vjeç, pra jo më të rinj se 18 vjeç, ose maksimalisht duhet të jenë 22 vjeç, pra duhet të kenë 22 vjet në ditën e mbylljes së konkursit. Dhe gjithashtu është e rëndësishme çështja e gjatësisë trupore, pra duhet të jenë mashkujt kriter është që të jenë të gjatë 165 cm, ndërsa vajzat 160 cm. Duhet të jenë njohës të gjuhëve të vendeve fliqëse, pra në cilën do akademi që ata aplikojnë duhet të jenë njohës të gjuhës së atij shteti. Këtu përjashtim bën Turqia. Një kriter i rëndësishëm është që aplikuesit nuk duhet të kenë asnjë vepër penale dhe asnjë tatuazh në vendet e parakrahut. Ndër kriteret është që duhet të kalojnë edhe testin e pastërtisë së figurës, pra testin e sigurisë, që do të thotë se nuk duhet të kenë akt vendim të formës së prerë për sa i përket kryerjes së ndonjë vepre penale. Dhe po ashtu një kriter tjetër është që të mos kenë tatuazhe apo piercing në pjesën e dugshme të parakrahut deri te gishterinë e dugës. Kjo nuk është kriter fillestar, por në rast se kanë tatuazhet, ata kërkojnë që ato të largohen para fillimit të studimeve, pra nuk eliminohen qysh në start për këtë çështje, ka një afat kohor për të cilin kërkohet që të largohen këto simbole që mund të kenë në pjesën e parakrahut. Aplikimi do të jetë i hapur deri me 16 qershor, ku do të pranohen 45 kadet në Akademinë Ushtarake, ku shpenzimet janë të mbuluar nga FSK. E pas diplomimit, kadetët do të kenë vend në hierarkinë ushtarake në Kosovë.